opcioni për cilën flitet se kënse do ta propozoj dikon prej jasharëve. Edhe kjo është e mundur. Po kjo është goditje për jashartë. Është tentimi mi fut në arenë politike edhe jashartë. Edhe familjen jashoraj me fut për mbranda këtij lloçit të krijuar. Unë mendoj që edhe ato fotografimet me zotin Lul Jashari i ka me qëllim të keq, me manipulim, me tentimin që me i fut familjen Jashoraj për mbranda kësaj lojës politike, që është në fakt domi më i madh që mundet me shkaktu historisë të Kosovës edhe familjes Jashoraj. Zoti Abazi, 51%, me 51.3 si i dhënon, 51.3%. A jenë mjaftueshme pret se zoti Kurti do t'i formojë institucionet apo është një strategji tjetër e radhës? Si për mene zgjedhjet në prill. A besoni se zoti Kurti me përqind me 51.3 do të kemi institucione dhe do të kemi qeverisje 4 vjeçare? Se s'ka ku shkon më shumë, 51.3. Jo, unë jam i bindur që drejtimi i politikës në Kosovë është ajo që kemi bisedu që diko të gjatë. Ky është në drejtim të shpërbërjes të Republikës. E ka bë të parëndësishëm Kuvendin e Republikës, domthon tash me siguri me Albulena Haxhiun e bën edhe më tutje të degraduar. Nuk ka kuvend Republika, nuk ka institucione Republika. Kurti është në drejtim të shpërbërjes së kësaj Republike, edhe në këtë proces nuk po do me pas hisedar as të luftës e as të rezistencës patësore. Domthon është një idenë e degradimit e të goditjes të fortë PDK-s si trashëgimtare e ushtrisë lirimtare e luftës, dhe është në goditje ideologjike ndaj LDK-s dhe AK-s, që po ashtu ka elementet luftës, sepse po, të dy palë. Nuk mundesh me mohu Ramush Haradinaj historinë e pjesëmarrjes në luftë as bërjes së luftës me ushtrisë lirimtare. Do thotë që Kurti, një idenë e tij është në shpërbërje të Republikës edhe shkatërrim të pluralizmit politik në Kosovë, që të mos ketë hisedar të së kaluarës. Tash opcioni për cilën flitet se kënse do ta propozoj dikon prej jasharëve. Edhe kjo është e mundur. Po kjo është goditje për jashartë. Është tentimi mi fut në arenë politike edhe jashartë. Edhe familjen Jashoraj me fut për mbranda këtij lloçit të krijuar. Domethënë për Kurtin do të më mbet vetëm një puritan në politikën e Kosovës, që është Kurti, e këta tjerë mundën me qenë krejt për lym, krejt me qenë pjesë të matematikave dhe të manipulimeve në një tranzicion së tërzgjatur. Na kemi të bëjmë me një farë... Qushe thatë, po do mi shti edhe jashartë në lojnë e presidentit për me zhvit me losin balkanik... Është e mundur. Është e mundur. Është e mundur. Për me met i vetëm zoti Kurti autoritet, moral, patriotik, i kalumë... Ka tjetër nuk e ka fut në këtë lëqë. Ka tjetër nuk e ka fut. Unë mendoj që edhe ato fotografimet me zotin Lul Jashari i ka me qëllim të keq. Me manipulim. Me tentimin që me i fut familjen Jasharaj për mbranda kësaj lojës politike, që është në fakt domi më i madh që mundet me shkaktu historisë të Kosovës edhe familjes Jasharaj, edhe luftës të jasharëve. Zoti Abazi, me 51%, a pret që zoti Kurti do ta krijojë qeverinë, do të bëjë marrëveshje politike për presidentin, apo 51%, 51.3% është ai i cili ja konfirmon edhe një kauz tjetër, edhe një parzgjedhje, edhe diçka tjetër. A pret që zoti Kurti me 51.3% ka marrë me bojë institucionet, me ia dhënë vendin të qeverisë stabile për 4 vjeçare të zgjedhjes së presidentit. Unë mendoj që Kurti është duke përcjell me shumë kujdes zhvillimet e sotshme në lidhjen demokratike. Qëllimi i Kurtit është që të shkatërrohet LDK-ja, që të bëhet luftë sa më e pamundur që AKJ të mos jetë pjesë e skenës politike, edhe ta godas PDK-n sa herë që doj me çështjet e skalumës. Realisht, që ky është thjeshtëzimi i pluralizmit politik cilin e bën. Tani, nëse lidhja demokratike e gjen rrugën e vet, edhe konsolidohet bloku i djathtë, ama bloku i djathtë i vërtet me shumë përmbajtje në Kosovë, për Kurtin përfundon ëndra që mundet me godit edhe të kalumën, edhe historinë, edhe hisedarët e bërjes shtetit të Kosovës. Një bashkim, një koordinim i LDK-s, AK-s, NDSH-s, nëse kam jetë ballit kombëtar, partive të djathta në Kosovë, shumë ëndrën përfundimtare të zotit Kurti për dominim dhe shkatrim kalumës. Absolutisht, absolutisht. Unë mendoj që nëse dikush është ka e përcjell, domthon vijën e
taktikave të Kurtit e shet qartë çka është ndodhur këtu. Apo do me zgjedhë çështën e presidentit zotit Kurti, apo ka menacuar zgjedhje? Nëse po, cila është arsyeja si do menacuar? Jo, unë mendoj që në rastin e një lidhje demokratike të konsoliduar, një AKE e cila i bën boll këtyne luftës së propagandës të fuqishme që po e mbon vetëvendosja kundër AKE-s, Kurti ka me tentu që të shkohet në zgjedhje për një goditje tjetër të radhës në zgjedhje. Kjo është veç parashikimi im për situatën që ky duhet ta eliminoj Vjosa Osmanin prej skenës politike. Patjetër. Për kërra për presidentin, po flitet që jenë marrë vesh. Leonard Kërçu, kolega em, përmeni atë në emision, tha, sipas vërimin nga presidenca, tha, veç që jenë marrë, është arrit marrëveshja mes Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit. Tani nëse dikush e ka përjetu këtë punën e përkrajës me thikë mas shpine prej Kurtit e kumë përjetu onë. Domethënë e di shumë qartë që është me shku tek te momenti i tradhtisë. Vjosa Osmani edhe Kurti të dytë meritojnë me dhonë llogari para qytetarëve për atë që kanë premtuar dhe kush janë, se asnjëri nuk janë. Po thuaj që nuk e përkra Albin Kurti Vjosa Osmanin? Jo, këto janë, ky është menaxhimi ndërmjet i trupit elektoral. Kurti e kupton drejt që një pjesë e elektoratit që voton për Kurtin sot është pjesa që i beson edhe Vjosa Osmanit. Sado që është ajo si numër, por unë jam i bindur që është ka punon në drejtim që t'ja le fojnë opozitës sepse Vjosa Osmani nuk u zgjedh presidente. E me shti ndizë Vjosa Osmanin? Po, patjetër. Atëherë, a duhet opozita të votë Vjosa Osmanin? Për mos me lënë realizimin e kësaj strategjie të zotit Kurtit, cilët thatë që kjo strategjie ka një qëllim. Shpërbërjen e të kaluarës, shpërbërjen e krejt vlerave të kalume, e vlerës aktuale, çka kemi krejt sot, edhe shpërbërjes të Republikës. Qëllimi final është shpërbërja për Republikës. Ta shtrohet pyetja, nëse është a duni ta votoni si opozit Vjosa Osmani? Tani në parim, nëse shtron kështu, i bjen që duhet me votu Vjosa Osmani. Jo, nëse po them, zoja bazi, unë vetëm shtresi pyetje. Po në aspektin e shëndetit demokracisë, edhe të parime e principeve, më lejojnë dy sene shumë të rëndësishme. Ato argumentet tash, po them, nëse na ndodh çka keqe. Jo, nuk e thash se është një argument shumë i rëndësishëm këtu. Nuk mundet me pas një parti politike edhe presidentin, edhe kryeministrin, edhe kryeparlamentarin. Se kjo është vdekja e demokracisë. Kjo është goditja për gjykatën kushtetuese, cilën të e bo. Na dy është vdekja e demokracisë. Po, ky zot një koalizimitetin e plot bazë kushtetutë të Kosovës ka marrë 51.3. Se ka arsye pse janë 2/3 për mendjen. Ka arsye. Po, arsye ka se kushtetuta e Kosovës tash. Me thjesht. Tani a meriton Vjosa Osmani me qenë presidente për herë dytë? Natyrisht që se meriton. Sepse Spari ka bo thyrje të parimeve të pavarësisë së gjykatës kushtetuese, kur e kanë nxjerrë. Nuk e meriton Vjosa Osmani me qenë presidente. Në fakt, Vjosa Osmani ka tregu thellësisht që është njeriu i cili bën akrobacione politike në interes të vetit. Domthonë e para për mua, që është shumë e rëndësishme, është mungesa e dialogut politik me partitë politike. Ajo është treguar e anshme plotësisht. E dyta është që nuk i ka rezistu të ndimit për interesat vetë me godit gjykatën kushtetuese. Është gabimi më i madh që çdo presidenti, e sidomos një presidenti që vjen nga fusha e drejtësisë, me godit gjykatën kushtetuese, mi kritiku vendimet e gjykatës kushtetuese. Si presidente, është fundi i pavarësisë institucionale, edhe është fundi i mirëkuptimit edhe besueshmërisë që pushtetet janë ndara në demokraci. Dhe e treta, që se kom thonë asnjëherë, Zonja Osmani ka dalë në konferencë për shtyp për fotografimin e vajzave të veta. E ka bo krejt Kosovën në alarm, por nuk e ka ngrit zonin për aty dy vajzat që janë dhunu në mënyrë sistematike e që vllau i tyre o detyru me vra njeriun sot është në burg, e që duke i njohur mirë si familje, po ta them për herë të parë, e di që nuk kanë lënë derë pa trokit për me ngritë çështjen në gjykata. Po flasim për çështje familjare, zoti Abasi. Jo. Pa fakte, argumente. Jo, absolutisht. Nuk po flasim për çështje familjare. Po flasim për razin është e rëndësishme kjo. Adin, edhe këto flasim me të njime ka sa lënë derë pa trokit, derisa s'kemi fakte, argumente, zoti Abasi. Jo, unë po flasim me fakte. Po dalni në mbrojtje të presidentit. Jo, unë po flas për fakte. Për akt akuzat ngritura që nuk janë marrë prej prokurorisë. Apo kupton, ky vend nuk do të më mësu me padrejtësi.
Ky vend nuk mundet me jetu as me ecë para me padrejtësi. Ato dy vojza janë dhunu në mënyrë sistematike. Vllau i tyne është në burg për shkak se ka bën një vrasje, i cili ka menuar që drejtësia që ashtu vënohet në vend sepse sistemi i drejtësisë nuk e ka marrë për bazë. E kuptoni? Po, Nuk mujmë më shef këtë